që Shqipëria është e sigurt, madje shumë e sigurt se shumë prej vendeve ku jetoni ju. Dhe këto në fakt nuk janë fjalët e mia, është përshkrimi që i ka bërë vendit ton në vitin 2025 udhërrëfyesi më i famshëm turistik në botë, Lonely Planet. Dhe nuk është i vetmi. Në faqet e mediave më të njohura ndërkombëtare, në portalet e ambasadave të huaja, në çdo raport dhe në çdo përditësim zyrtar përsëritet e njëjta fjali. Shqipëria është një vend i sigurt. Dhe mjafton të referohemi fakteve dhe shifrave që janë shumë më kokëforta se çdo lloj perceptimi apo aludimi që mund të bëjmë këtu. Janë 12 milion turistë që zgjodhen të vinë këtu. Një rekord investimesh, mira qytetarë që hapin biznese, blejnë prona, ndërtojnë jetën e tyre këtu. Secili prej tyre një dëshmi e qartë e besimit që ka fituar ky vend. Një besim që ndërtohet aty ku ka rend dhe siguri dhe patjetër edhe liri. Një merit thelbësore sigurisht në këtë transformim të jashtëzakonshëm ka edhe nxjerrja përfundimtare e vendit ton nga çdo listë e zezë ku e gjetëm pak vite më parë. Në vitin 2025 kemi vendosur një tjetër gur të palëvizshëm drejt rritjes mëtejshme të sigurisë për qytetarët. Dua të nënvizoj këtu disa nga arritjet kryesore. 94% e zbulueshmërisë sa i përket veprave penale. E thënë ndryshe, në 20 vepra penale, 19 prej tyre zbardhen në kohë dhe autorët ndalohen. Po punojnë patjetër që të arrisim më tej. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionëve. 0 turist të huaj viktima të krimeve të rënda në Shqipëri. Mikpritja jonë si vlerë, së bashku dhe patjetër me punën e lavdrueshme të policisë shtetit ka dhënë rezultate të shkëlqyera. Lajmi mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit organizuar. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Të gjitha